Jemi mbledhur sot para Ministrisë Bujqësisë në mënyrë që të artikulojmë të gjitha kërkesat tona për fermerët e vendit të cilët duhet të trajtohen me respekt dhe dinitet. Tash e një kohë e gjatë, trokasim në përdyrët e shtetit duke njoftuar Ministrin e Bujqësisë, Ministrin e Tregtisë, lidhur me gjendjen e krijuar qumshtit në përkraje të fermerëve tonë, antarësisë sonë, për punuzve, pikave grumbulluese të qumshtit, të gjithë akterëve, grupeve të interesit, sepse ne jemi prodhues këtij vendi dhe prodhojmë qumsht për këtë vend, për këtë popullat. Tash një vit trokasim në përdyrët e shtetit, duke njoftuar Ministritë përkatëse, lidhur me gjendjen e krijuar në këtë sektor dhe duke kërkuar të mirën masa që garantojnë investime dhe siguri të produkteve tona, që të kemi konkurrencë të barabartë dhe jo importe me çmime të subvencionuara nga Serbia, Bosnia, Maqedonia, Veriut dhe i të regionit. Të gjithë ju jeni dëshmitar të këtyre produkteve dhe na akuzoni neve pse ato produkte shiten në raftet tona me çmime shumë të lira. Andaj, kërkojmë urgjentisht, për shkak se prodhuesi vendor është në situatë të palakmueshme. Sot e 4 ditë bëhen që ne nuk kemi ku ta dorëzojmë qumshtin tonë. Shumica këtyre prodhuesve kanë qenë fermerë të vitës që kanë dorëzuar qumshtin te qumshtoria Vita. Është e vërtet, po një gjë duhet ta dinë populli. Qumshti Vita është i Kosovës, nuk është i Serbisë. Nguleni Vita! 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 Urgjente! Kërkesa jonë urgjente. Të filloj grumbullimi i qumshtit qysh nga ky moment. Kërkojmë kjo sasi e qumshtit e cila derdhet. Ta kuptoni që çdo fermer me djesën e ballit e prodhon atë qumsht. Me gjithë angazhimet familjare prodhon atë qumsht. Mos mendoni që e derdhim
duke u qiku në për Facebook e në për rrjete sociale se ne kinë se qenë kemi helmus të këti populli. E derdhim sepse ata që kuptojnë që lopa prodhon 24 orë pa ndalë. Nuk kemi vende ku ta deponojmë. Jemi të detyruar ta derdhim. Dikush ka bëj aksione ka falë, dikush e derdh, dikush e falë dhe nuk bën aksione, nuk e bën publike, mos i gjykoni fermert duhet të mbrohen sepse janë shtresa më e qiltër e këtij populli, të cilët me djersën e ballit dhe të familjes tyre prodhojnë për këtë popull. Nuk prodhojnë helm, kuptoni njëherë për gjithmonë. Në 2, kërkojmë nga qeveria urgjentisht të ndalë importin e qumshtit nga vendet e rajonit, me çmime dumping. Për atë arsye ato produkte sot vinë na dëmtojnë neve si fermer. Fermeri është i fundit ai i cili e pson. Nën 3. Pse favorizohen importuesit dhe jo prodhuesit? Deri kur do të vazhdoj kjo praktikë? Të bëjmë politika një herë mirë ta zgjedhim këtë çështje. Ta zgjedhim këtë problem. Ju garantojmë se gjithë ta fermerë sot kanë lënë punë dhe kanë ardhur sot ta shprehin indignatën e tyre në këtë formë të protesta. Nën 4, që është shumë e rëndësishme, çmimi i grumbullues i fermerit duhet kthehet në çmimin që kanë qenë para datës 1 maj të vitit 2026. Ky çmim, i cili është për momentin me të cilin grumbullohet qumshti në Kosovë, është çmim i cili ju garantoj se shumë fermerë nuk e bëjnë kostën e prodhimit, por ky është çmim i cili del nën kostot e prodhimit. Do me thonë, një litër qumsht ne e shesim më lirë se sa që e prodhojmë. Andaj, lusim që qeverisë, konkretisht Ministrisë Bujqësisë, ka mekanizma, ka metoda, të ulemi të gjithë akterët së bashku dhe të zgjidhim këtë çështje. Të lojmë inatët personale, të lojmë akuzat njëri ndaj tjetrit, nuk ka vend për akuza, ka vend për prodhim, për fuqizim të vendit. Ky është patriotizmi. S'ta ka met patriotizmin Facebook, s'ta ka met patriotizmin Sharkia, as në Kong, as kërkund. Prodhoni për këtë vend, patriotizmi jonë është ky. Prodhojmë, zhvillohemi. Dhe përkundër shumë problemeve që s'kemi qasje në fondet Bashkimit Evropian, shumë fermerë këtu investojnë, bëjnë metodat më bashkëore të prodhimit bujqësor, këtë rast prodhimit qumshtit. Ju garantoj që 95% tyre fermerëve të cilët janë në mesin tonë prodhojnë qumsht të cilësisë ekstra. Cilësia ekstra në kupton një qumsht i cili është me ngarkesa bakteriale të vogla. Pra, e te kalojmë edhe regionin, e te kalojmë Serbinë, Maqedoninë, Shqipërinë, e them lirisht, me cilësitë të prodhimit qumshtit. Këtë çështje e dinë edhe ministria, nuk e humbim. Kanë ndiku që të na japin subvencion për litër qumshtit. Por, ndihma kryesore është të na hapin rrugë në mënyrë që ta kontrollojmë tregun ton, të shesim se po ai prodhimet tona, e jo të na sulmojnë tregjet e jashtme me forma të ndryshme, duke na bërë probleme të mëdha. Po ashtu duhet të cekim, se duhet rregullohet një herë mirë edhe çështja e tregut brendshëm. Tregtarëve që caktojmë se sa duhet fitojmë nga produktet tona. Ne kërkojmë ta zhvillojmë këtë sektor, e kemi zhvillu, e dojmë me zhvillu ende më tutje. Ju garantojmë në emër të çdo prodhuesi vendor, qumshti i cili prodhohet fermat tona, nguleni një herë për gjithmonë në kokë, nuk është helm, është qumsht dhe vetëm qumsht. Nuk është rëndë qëta. Upo, faleminderit shumë. E shojmë jemi pjesë e proceset fundit, ku janë bë shumë themi edhe desinformata dhe formata, mandej edhe janë kthyr në çështje ndoshta mund me thonë edhe politike. Nuk jemi për politikë, jemi për me prodhu. E kemi pas një kërkesë shumë thjesht, në cilën qumshtoria na ka thënë se analizat e qumshtit, brendit vita, nuk është që në marrë vetëm këto ditë të fundit.
Analizat janë marrë edhe në muajin prill, edhe në muajin maj të vitit 2026. Andaj, publikisht si shoqat, kemi bë kërkesë, ju lutem, publikoni edhe ne fermerë ta shohim se çka kanë prodhu. Pse është tërë ky hezitim? Pse nuk publikohen ato analiza? Duhet ta shohim. Qumshti është një produkt strategjik. Duhet të mbrohet dhe duhet të kultivohet nga shteti. Prandaj, nga ky moment, kërkojmë urgjentisht nga ministri, grupet punuse, të gjitha akterët, pa dallim, bëhemi së bashku, kërkojmë takim urgjent, të zgjidhim urgjent këtë çështje. Përndryshe, skelat të tilla, pavarësisht dëshirave tona, mund të shohim çdo ditë në rrugë. Ju them një gjë, për shkak se jam vetë edhe i fushës. Nuk mundemi ne, lopët nuk janë qezme. Nuk mundemi sot t'i ndalim, mos prodhojnë, të presim deri momentin e dur që ato të fillojnë të prodhojnë. Kuptone, shumica e këtyre fermerëve që ishinin me këto mjete bujqësore, janë të zhytur edhe në kredi, të kreditë të cilat duhet çdo muaj t'i paguajnë. Andaj, mos lujmë me dinjitetin e tyre, ju lutem të gjithëve, pa dallim, kërkojmë urgjent takim dhe vetëm takim dhe zgjidhje të këtij problemi një herë për gjithmonë. Pse jo t'ja shtrim dorën qoftë këtij ministri apo atij ministri dhe ta përkujtojmë për gjithmonë që zgjidhin një herë mirë këtë çështje. Jemi të gatshëm edhe statuit i ngritim, pa dhe për së gjalli. Besoni, jemi në momente dhe në opozita shumë të pafavorshme. Po kërkojmë vetëm drejtësi, barazi dhe asgjë tjetër. Ju faleminderit. Litra në ditë. Disa ushtarë të Facebookut që janë dalë të Facebook edhe po folin të më thonë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtor të cilët e prodhojnë qumshtin edhe e përpunojnë qumshtin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit të bujqësisë, AU-vit, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë gjetë për prezencën e qumshtit plon që nuk ka qumsht plon, edhe këta e di që nuk ka qumsht plon, dhe dalin me rezultat sa më parë. Edhe për analizat e qumshtit vita, i duhet në javë analiza me da rezultati. Dhe sekund. Nëse ja marrin analizat qumshtit vita, ju bëj thirrje se cilin market Kosovës mi marë pa dijenin e qumshtarës. Mi qumi bod cilin do laborator në bot edhe me shiku çfarë kvaliteti është. Një javë diti duhet vitës e për 2 orë hinë qumshti nga Macedonia e Veriut, nga Bosnia, në qumsht Serbis, ja kemi dëshmu edhe ministrisë që ka qumshtore në Macedoni, që komplet qumshtin e merë Serbi edhe e përpunon e sjell këtu. E kanë me dëshmi, me faktura ku e marrin qumshtin. Kemi hasë në vesh shurdhur, për në këshyrin si e kur armik. Ne nuk kemi armik t'i vendit. Qumshti Kosovës, si e tha dhe Fidani, fermer me 300 lop. Gjithë ta këtu që ka i kanë për mbas meje, edhe gjithë ta këtu asë një nuk i kanë ndër 50 lop. Delni ju bëj thirrje publike, kur shdon, mundet me ardhë me shiku si bëhen analizat edhe çka ka në qumsht. Po ju nuk mundeni me shiku në Macedoninë e Veriut edhe në Bosnjë çka ju sjellin këtu. Ne jemi të hapur për çdo gjë, edhe jo me ardhë qumshtore si ka padahi, me ardhë komplet në për marketa me marrë mostra dhe me dalë me rezultate. Ne kemi informatin që rezultatet janë dalë, rezultatet i ka ministri, po nuk për i publikan pëse janë dalë mirë. Ju bëj thirrje, edhe juve gazetarve, edhe gjithë njerëzve të cilët e dojnë Kosovën, kemi e për këtë vend, kemi familje dëshmorve, kemi komplet popullatën shqiptare, prej krejt viseve të shqiptare, që sjellin qumsht, duheni më bukon shumë atë ndërgjegjshëm ju të cilët komentoni. I bëni dikujna shumë sherr. Ju faleminderit. Pse është mbyll kompania? Unë do ju jap një sqarim. Kompania është mbyll. Pse? Janë dalë ca inspektorë dhe kanë thonë kemi gjetë
do me thonë e merë mostrën, edhe thot kemi gjetë pa rregullsi. E merë Qumshtin Vita, ku thot kemi gjetë pa rregullsi, do me thonë, sikur t'janë Nostradamusa. Ne ju kemi thonë, shikoni laborator, mrenda 4 orëve mundeni me bë mostrën, edhe me pru rezultatin, edhe me ja fillu me marrë Qumshtin. Duhet, apo këta, të cilët e kanë bë këtë huti popullatës, duhet me dalë me tregu çka kanë gjetë në Qumshtin Vita. Ne ju bëjmë thirrje, çka keni gjetë? Qumshti Vita është 100%, edhe këta e dinë që është 100% qumshti këtyre fermerëve. Çka nëse rezultojnë të sakta, evidentime? Andini të Ne trashëguar fermerë. Ç'është pretendimet? Pretendimet. Fermerët nuk ndihen të trashëguar. Ne dhe fermerët jemi bashkë. Fermerët e prodhojnë qumshtin, ne e përpunojmë qumshtin. Vita nuk prodhon qumsht, Vita përpunon qumsht. Kuptojeni këto njerëz për çfarë? Qumshtin e qytetit, sa do pikë Elvir? 70 plot. Ku ka ky që 3 ditë ku me çu qumshtin? Unë du me dal publikisht. Vita që me pranu qumshtin, me qenë se nuk është mbyllur për institucionet, ajo është mbyllur. Institucionet e kanë mbyllur në mënyrë. Vetëm një sekond. Institucionet e kanë mbyllur në mënyrë indirekte. Dalin pa pikë këtyre qumshti kemi gjetë pa rregullsi. Inspektor me emër dhe me mbi emër. Ka dhe as inspektor që e kanë pa që është rregull, po nuk guxojnë dalin flasin lirshëm. Këtë e thëmë me përgjithësi, unë jam njeri fushës, unë jam veterinar e kam edhe këtë kolegi që i ka 300 lopë. Ma mirë se na që e nxe fermen, nuk e nxe asë një këtu Ministri Fushës. Që të regojmë që lopa prodhon 24 orë. Ju lutem, delni me rezultate si i keni marë. Nuk dela me ndërhyrë rezultate, vetëm delni çka keni gjetë në qumsht edhe t'ja fillojmë grumbullimin e qumshtit nga ky moment këtu. Ne mos shohim si skena, këto skena nuk i konvenojnë kërkujna. Këto janë skenat mërshme mbi pa fermer. Sot është rrugli i punës që këta duhet me qenë për ara. E këta vinë protestojnë në kryeqytet që nuk është rregull. Ju bëj thirrje prap institucioneve, këtu nuk ka politikë. Ne nuk merrem me politikë. Sikur këta zotni që janë që na qerujnë vendin e qetësinë, respekt për këta, ne nuk merrem me politikë. Ne merrem me prodhim edhe mja pagu taksat si vendit edhe përpunim. Prodhojnë, përpunojnë, edhe ja paguim taksat si vendi edhe sigurojmë që është i shëndetshëm për secilin familje kosovare. Le dalin, le publikojnë, i kanë gjithë emnat e këtyre fermerëve të cilat japin subvencione. Këta i din më mirë se unë, pa i kanë me emna dhe me mbi emna sa marrin subvencione fermerët e vitës. Për secilin sa litra i ka edhe çfarë kvaliteti ka. Kanë jep subvencione edhe kanë jep grante për ndërtimin e fermave moderne që Maqedonia e Veriut edhe shumë shtete në region na kanë lakmi. E thom me plot bindjen teme 100%. Ju gazetarët mundeni lirisht me kontaktu cilin do fermer edhe me pa me bojë misione. Jo miliona ata nga Gjermania, nga Suedia me shkru për neve që na jemi të këqi, që na bojmë kështu, na nuk jena patriotizmi. Çka ka gjetë inspektoriati, unë ty po ta bëj një pyetje. Çka? Ka evidentu. Çka? Ato që kanë publiku deri Po çka? Po jon rëna. A do më ju tregu që është rën e kulluar? Jo, unë kur foli, jam kushtim Tigani, nuk raj kurrë. 100% e ki cak. Është pyetje shëndeti. Auvi, vesh një sekond. Auvi e ka bënë një proces verbal. Kërkoni në Auv. Çka është shkruar proces verbal, edhe kush e ka përfilu që o dal me deklarat për shtyp, që nuk o dal prej Auvit, o dal për kësaj ministrisë, e ka shkruar dikush që kur në ferë nuk o hi, ndoshta edhe nuk është e Kosovës. Kush është ai person? Kush është? E pyetni këtu. Dëgjoni vetëm një minutë. Inspektorat e Auvit, që janë profesionistë fushës, e kanë mbush një proces verbal. Pyetni, hulumtoni çka ka proces verbal. Plus çka u komentu popullatës, çka ka marrë vesh ky zotnia, çka ka marrë vesh kjo, çka ka marrë vesh une nga. Pse i bjen këta, të cilët i përpilojnë, që janë zëdhënsa qeverisë ose zëdhënsa kësaj ministrisë, janë sikur me marrë një astek me pupla, me shpërdo puplat nga helikopteri, pastaj demantin me shku me marrë puplat nga secila shtëpi. Nuk e hojmë atë pogosje të cilat na kanë gatu. Ju lutem, shikoni që ka në proces verbal edhe sa ma shpejt me dalë me rezultate. Mos mi hutu popullin, ti si gazetare e konsideroj që je shkolluar edhe pyetje do me thonë që ti se ki kuptu, nuk po të fajsoj.
Po çka me bo ata që nuk e kanë as Facebookin ose ata që dëgjojnë qes. Sama qetë, shpërndon. S'kem zgjidhje tjetër. Na i lutim nuk jem kundaj me marrë analiza, me shku inspektorat, me marrë analiza, në gjitha fabrikat, le të shkojnë, në rregull jemna, nuk jem kur farë, si me thonë, po kur farë problemi. Po qumsht jonë mos derdhet, është gjëna, kem kredita, kem gjithë këta farmerë këtu janë shrytën kredita, që e kanë rritë prodhimin, na e shesim qumshtin nga firma, direkt prej lopës, qumsht 100% natyral. A mendon që ka ngjyrë politike sa do pak që ka ndodhur mes vitës edhe mes? Nëse ka ngjyrë politike, unë i kam 70 kërë lëp qumshtore, hajde në fermë, aty e shini fermën, u ka farm, fshati Zahac, edhe evidentani, është politika a nuk është. Dëgjum që pata dhe ta arrestuar. Neve nuk na intereson politika, neve na intereson qumshti më marë, më këthy çmimi i para 2 muajve që shokon se për ndryshe na kem këtë çmim nër kostet prodhimit. Çmim shumë i ulët që nuk mund me përballu. Dëgjum edhe për faktin që sot ka pas të arrestuar. Sa e vërtet është kjo apo? Po, deshti me arrestu, por na nuk kem gullëm që ose me shku tonë për shpije qysh kemi ardhë, ose rrim këtu, dejnë në mëngjes, sa të është nevoja. Na pa asnjë farmer këtu nuk dalim nga këtu. Edhe një mesazh ke i fundit për qeverisë. I lutem qeverisë edhe njerë, mos të hasë në vesh shurdher. Komenton le të bashkëpunon me aktorë të ndryshëm, me shoqat, me farmer, me instanca tjera që të jetë bashkëpunimi më i frytshëm edhe dalim nga kjo rrugë qorre.